Fotografimi ajror është pjesa e shkëlqimit të qeverive në ushtrimin e kontrollit mbi territor. Edi Rama arriti pikën më të lartë të karrierës në sundimin e hapësirës, ku ngriti 2 satelitët shqiptar, Albania 1 dhe Albania 2. Por fotot e para ajrore janë bërë më herët. Në fillim kur u krijua shteti shqiptar nga Ismail Qemali, u përdorën hartat e kadastrës turke. Edhe mbreti Zog punoi për një farë kohe me këto dokumente. Duke qenë se mbreti kishte shije perëndimore, hoqi dorë nga defteret e Turqisë dhe me ndihmën e italianëve, kreu fotot e para ajrore të terrenit, qysh në vitet 1936-1938. Enver Hoxha bëri një fotografi më të plot me ndihmën e rusëve më 1957. Fotografimet të tjera ajrore të Shqipërisë janë kryer në 1978, 84, 94, 99, 2007 dhe 2015-2017. Por historia do të shkruajë se kryeministri Edi Rama pas një shekulli e ktheu sërish bërin e hartave tek Turqia. Si ndodhi kjo, që nga satelitet amerikanë të kthehemi tek fotografët nga Turqia? Fillimisht Rama i drejtoi syt nga Gjermania e kancelares Merkel. Ishte kryeministri Rama i mandatit të parë. Në vitin 2015 mori jetë projekti hartuar nga Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor. ASIC propozoi një fotografim të ri ajror që do të shërbente si hartbazë unifikuar për të gjithë territorin shqiptar. Fotografimi ajror do të ishte i dobishëm për njohjen e gjendjes aktuale të veçorive gjeografike dhe për formulimin e planeve kombëtare lidhur me territorin. Gjithashtu do të mundësonte kërkime shkencore dhe analiza të situatave të rëndësishme, duke krahasuar ortofoton ekzistuese të vitit 2007 me ato të vitit 2015. Por gjërat e rëndësishme Rama gjithnjë u jep njerëzve të besuar. Në atë kohë besuar atij ishte ministre e inovacionit Milena Harito, duke menjonuar ASIC. Projekti do të realizohej me teknologji 3D. Në një dalje për mediat në aeroportin e Rinasit, Harito deklaroi se ky proces do të siguronte të dhënat të sakta për godinat, pyjet dhe lartësitë, duke ndihmuar edhe në luftën kundër tërtimeve pa leje, me një kosto prej 290 milion lekësh. Ajo shtoi se do të shërbente regjistrimit të pasurive, legalizimeve dhe kompensimit të pronave. Më pas erdhi revolucioni digital. Në vitin 2023, Shqipëria u pajis me 2 satelitë, Albania 1 dhe Albania 2 me një kosto prej $6 milion. Tenderi u organizua nga Agjencia e Mbrojtjes Civile dhe fituese rezultoi kompania Satellogic USA. Një drejtori e posaçme përpunon fotot dhe i shpërndan tek institucionet, përfshirë ASIC. Deri tani janë përpunuar rreth 1000 foto. Paralelisht erdhën edhe dronët turq Bayraktar që kryejnë vëzhgime ajrore. Ndërkohë edhe ASIC realizon filmime me teknologji UAV në zona si Gjirokastra. Por për mbulim të plot kërkohen pamje më të gjera dhe kështu në fillim të vitit 2026 u shpall tenderi për fotografimin ajror të territorit. Tenderi titullohet Ndërhyrje për përditësimin e sistemit kombëtar të dhënave gjeohapësinore për mbështetjen e zhvillimit rajonal. Ai përfshin fotografimin ajror digjital, imazhe nadir dhe oblik si dhe skanimi lidar. Personi kyç për këtë projekt është Dritana Golli, drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, duke menjonuar sërish ASIC. Fondi është 2.6 miliard lekë dhe nga gara janë përjashtuar kompani shtetërore, megjithse kanë kapacitete për të realizuar projektin. Në garë ishin Geoconsult CO dhe Almatrix Group, por u skualifikuan për mungesë përvoje të ngjashme. Kriteret duket se janë vendosur për të favorizuar kompaninë turke. Janë skualifikuar edhe kompani nga BE dhe SBA. Bashkimi i kompanive Medic Land Governance dhe HP Surveying u eliminua, ndonse kishte ofertë më të ulët me rreth 220 milion lekë më pak se turqit. Arsyeja ishte se partneri nuk plotësonte kriterin e përvojës pavarësisht eksperiencës së kompanisë amerikane. Më 24 janar 2026 kompania turke u shpall fituese. OpenData Albania shënoi këtë tender me flamur të kuq për risk korrupsioni. E gjithë procedura mbetet e dyshim, ndërsa në planin politik vizatohet një zhvendosje gjeopolitike nga partneriteti me BE dhe SBA drejt afrimit me Turqinë e Erdoganit.